më mirë ndonjëherë në zgjedhje lokale në Gjilan, pra është mbështetje rekorde sa i përket qytetarëve tonë. Gjilani në shumë raste, siç besoj edhe keni mund me pa dhe ju vetë, duke i përcjell këto ngjarje politike, ka vlerësim shumë kritik ndaj atyre që kërkojnë mbështetje. Dhe për neve ka qenë një mbështetje që ka tregu vlerësim pozitive të lartë për nga besimi qytetar fillimisht, madje edhe për nga puna që kemi bërë për 4 vjet, sepse nëse e krahason rezultatin vitit 2021 me vitin 2025, na kemi plot 5000 vota gati më tepër se sa në zgjedhjet e fundit që kemi mbajtur. Dhe fati jonë i keq që ka dashur që për 71 vota ose për më pak se 100 vota le të themi, nuk kemi arritur të sigurojmë fitoren në raundin e parë, pa balotazh. Dhe tash duhet që prapti vazhdojmë takimet e punës tona. Prej të dielës para 2 javë, pra dje 2 javë, kemi filluar me njëherë takimet në qytet, kemi filluar me takime me banorët, me qytetarët e Gjilanit, me përkatësie, me mendime të ndryshme politike, dhe po kërkojmë mbështetjen e tyre që të vazhdojmë punën që i kemi nisur për Gjilanin edhe për 4 vite të ardhshme. Qa dallon tash kjo faza e fushatës zyrtare? Po thoni që veç që keni nisë aktivitetet politike, qa dallon ky 6 ditëshi deri të shtunën në ora 7 të mëngjesit nga çka keni bërë deri tash pas 12 tetorit? Po, nuk ka dallim shumë të madh dorë në zemër, për të qenë sinqert, tash çka mund të bëjmë, mund të flasim edhe zyrtarisht për votë edhe në reagimet tona publike ose në punën tonë publike. Kemi ndërtuar një strategji që fillimisht kemi filluar me takime më të vogla, takime më të afërta me qytetarët. Tash normalisht bëjmë takime më të mëdha, takojmë grumbull më të madh të qytetarëve dhe po punojmë sidomos në terren tash edhe për të gjetur mbështetjen e përkrahasve të partive tjera politike, të cilët në raundin e dytë tashmë janë të lirë të vendosin sipas bindjes tyre se kë duan ta mbështesin dhe votojnë. Jo nisët fushatën si parti në total para kohe. Pse është kjo praktik në këtë proces zgjedhor ta nisni fushatën para se të nisë zyrtarisht? Për këtë çështje duhet ta pyesim shtabin qendror në Prishtinë, nuk e di, po besoj që ka qenë një hapje parakohshme duke e kursyer mbas edhe kohën e fushatës zyrtare që secili prej nesh, në 12 komuna që jemi balotazh, mund të jetë pranë qytetarëve të tij që të punojë edhe më tepër e më afër me ta. Në këtë periudhë, deri kur ka nisë fushata, diskutimet kryesore kanë qenë marrëveshjet politike mes subjekteve garuese në balotazh. Qysh jeme marrëveshje politike me subjekte tjera në Gjilan? Na kemi filluar të bisedojmë pak me subjektet e vogla politike në Gjilan. Jo i përmendët numrat më herët që PDK dhe LDK në kuvendi kanë 15 ulëse në total, ndërkaq që edhe 20 ulëse të tjera janë të subjekteve tjera politike. Por jashtë listën sërbe me cilë nuk kemi as iniciuar kontaktes në mandatin e parë as tash, na besojmë që me subjekte tjera politike do të mund ndërtojmë një shumicë në kuvend, me që rast pra dhe kjo do të na duhet edhe për pas datës 9 nëntor, ku që kontaktet kemi iniciuar më herët, dhe parimisht mendoj që do të jemi edhe... A keni marrëveshje politike me dikë? Jo, prej subjekteve? Nuk kemi ende. A synoni para se të vi 9 nëntorit të arrini ndonjë marrëveshje? Për shembull një koalicion që është zyrtarizuar është LDK-PDK para rreth 4 ditëve, po a e gëzoni mbështetjen e të tjerave, ta zëm Aleanca i ka 2 ulëse në kuvend, guxon një, e keni partner edhe në qendër, edhe Bashkimi Ndryshimi Anamorava, Lëvizja Qytetare, Vatra, KDTP-ja Turke, një, qysh do t'i siguroni unë besoj që për qeverisje pas ditës së zgjedhjeve do t'jetë potencialisht partneri unë i bashkëpunimit do t'jenë këto subjekte politike, por nuk është e domosdoshme që të sigurojmë edhe para datës 9 nëntor. Na po punojmë me të gjithë qytetarët e Gjilanit pa dallim, votuesin e secilit subjekt politik, po e prezantojmë programin ton, po i prezantojmë punë dhe arritjet tona, po e tregojmë vazhdimsinë e qeverisjes për 4 vite të ardhshme dhe këto argumentet tona janë normalisht thirrje për mbështetje për të gjithë. Parimisht edhe votuesit e subjekteve tjera, në këtë rast veçanërisht të PDK-s që janë më shumë në numër, kemi kontakte me shumë prej tyre dhe besojmë që jo të gjithë votuesit mund të orientojë vetëm marrëveshje politike. A është përqindja në zgjedhjet e 12 tetorit ajo që ju ka bërë mos me lidh marrëveshje, sikurse qendrat e vetëvendosjes në plot komuna të tjera që kanë koalicione parazgjedhore? Po, rezultatet në shumicën e komunave janë shumë më të përafërta me të dytin se sa tek ne. Në edhe vitin 2021, kur kemi pasur diferencë 0.9% sa kujtoj, pra me 44.6% dhe me 33.7%, me 43.7%, edhe atëherë nuk patëm bërë koalicion. Përkundërzi, në zgjedhjet 2021, gjitha subjektet politike u patëm bërë bashkë dhe prapë kemi